pasionin e tij për motora, Gazmen Paje, slow rider apo fast? Unë si shpejt, po të isha dhe unë pak më avash, mund të kishim shmangur atë përplasje që ndodhi. Kur thoj djali nesër do blej një motor, ndoshta një motor super sport, çfarë do të thoje? Nuk do doja. Motori që veçoj është vërtet Ducati. Kur u bëre me djala, nuk mendove se ndoshta po e lë, nuk po e ngas me motorin? Del përpara kur marr shpejtësi. Keni pasur raste që presidenti ka hequr nga grupi? Shumë raste. Kudo që të shkosh me këtë do kesh xhuk, do kesh mbrojtëse, do kesh kokore, do kesh doreza. Me Vespën je kështu kokoren edhe me mëngë të shkurtër. E vërtet. Kur shkon në rrugica, të lutem mos nxito, se jo vetëm që mund të dëmtohesh, por nëse vret një fëmijë që kalon, do të ngeli peng gjithë jetën. Mirë të ardhur, mirë se rikthehej në episodin e 4 të podcastit ton për motora. Sigur se po bëhet traditë tani më, kemi të ftuar një aktor shumë të njohur të komedisë shqiptare. Vjen sot për të ndarë pasionin e tij për motora, si është edhe pasioni ynë i përbashkët, Gazmen Paje. Mirë se erdhe në podcast. Mirë se ju gjeta. Të kam parë disa herë me motorin tënd, ku bëre edhe viral për videon që u bë aksident, mos gaboj te parku. Padyshim nuk ka vetëm një palfaj në një aksident, nuk diskutohet, por ai zotëria në atë moment u fut, parakaloi makinën që ishte e para në semafor në rrugë Kavajës, kështu që praktikisht ai ishte një hap përpara se semafori të hapi. Megjithatë, po të isha dhe unë pak më avash, mund të kishim shmangur atë përplasje që ndodhi. Kështu që pretendoj që edhe unë kam pas fajin tim, duhet isha pak më avash, sidomos në qytet. Është bërë një problem në qytet sepse motoristat nuk i shohin shumë dhe domethënë hyrjet daljet janë shumë të shpeshta. Ke pasur një histori tjetër në këto incidente, në makina që të futen majtas djathtas? Aksident kam pas dhe tjetër, kam pas edhe rëshkitje nga vaj, kam pas edhe një aksident tjetër sepse unë jam gjatë që ngas motor. E kam nisur në Greqi kur isha emigrant dhe më duhej që të punoja, të shpërndaja pizza, edhe Petrogaz kam shpërndar. Kështu që më nisi si nevojë. Cili ka qenë motori jot i parë? Në punë kanë qenë sa papaqë me Honda, me fener të rumbullak. Po flasim në 95, 96, 97, ku di unë sa ka qenë. Unë kam qenë vet i vogël, kështu që e nisa me një motor të tyre duke ngarë. Pastaj motori im i parë personal ka qenë një Honda XT nga ata të mbase bëj gabim të te Ducati që i them këto, po kështu është vërtet. Dhe mora një, ashtu i pata mundësitë Sajova një, mirë po shumicën e kohës punoja me motorat e kompanisë, si për picat, si për kinez që kam shpërndarë, gjitha këto, pra punën që bëja në Greqi. Do më thënë, aty të startoi pasioni jot për motorat, apo më nisi si nevojë dhe ishte në atë fazë të jetës time, kemi qenë, si të gjithë shqiptarët, kemi pas problemet tona, dhe ishte e pamundur që të merja vetë një makinë, kështu që motori ishte një mundësi shumë e mirë për të qenë prezent në shtëpinë time. Nisa me XT-n, pastaj mora një papaq nga këta të rinj që dolët, të cilën e hoqa shpejt. Pati një periudhë, pastaj vendosa mbas 3-4 vitesh, vendosa që të kthehem në Shqipëri. Në Shqipëri nuk që një periudhë e gjatë pa motor, derisa erdhi 2006 apo 2007. Një shoku im solli një motor nga jashtë dhe më krijoi mundësinë që ta merja me një çmim shumë të mirë. Motor me freksion? Ishte Honda sërish 400, telefonikën e mbani mend të Valentino Rossit, motorin? Okej, i Hondës, motor garash. Atë e pata për afro 2 vjet, më pas kam pasur një Yamaha
T-Max, pastaj përfundova tek mora një M72 motor lufte. Që e ke akoma? E kam akoma, po motor. Do të thënë që nga i hershëm ai motori. Ai ishi 48-s kur ushtria e kuqe përcolli nga Stalingradi në Berlin, gjermanët u vodhën teknologjinë e BMW-s, pra motorat e famshëm të çikërt të luftës. Arrita që se kishte ushtria shqiptare. Ti e more gati apo e rikonstruktove vetë? Unë e mora gati, por kam vënë pak dorë për disa element që t'ja sistemoj. Më pas mora Harlin, të cilin nuk e kam më pasi bëra një lëvizje, dhe Ducatin, të cilin nuk përplasa edhe. Cila ishte motori më i mirë që ke pasur? Mendoj që për të hirtës së vërtetës, se tani unë vërtet jam te Ducati, është motor që kam qef. Unë më pëlqen që mjeti të përgjigjet shpejt, si motori, si makina. E kam këtë pjesën. Unë edhe në punë kur krijoj, më pëlqen të lëviz pak. Kështu që i dua motorat të përgjigjen shpejt. Ducati ta krijon këtë mundësi, pasi është motor goxha. Madje unë bëra një modifikim në lagje, sepse zhurma e tij ishte në lagje shumë shqetësuese. Çfarë marmite i vendose? Është aftermarket? Dhe po, mudesh që t'ja ndroja marmitën të kishte më pak zhurmë. Kemi disa çuna që merren edhe ju këtu vërtet fantastik. Kështu që ja ndrova për hir të ndotjes akustike që shkaktonte në lagje. Motori që veçoj është vërtet Ducati. E sidomos Diavelli, i cili më ri goxha më përshtatet dhe më pëlqen që të marr starte dhe të manovroj. Jam marrë edhe në Londër kur isha student, jam marrë me boks periudhën e shkollës, po me boks profesionist. Dhe shpeshherë edhe kur isha në motor, vetëm se ju si ngarës motorës që jeni e dini që kur jenë në motor ke disa mendime të cilat edhe mund ti valvisësh gjatë kohës që ngjet motorin. Po, por herë s'vërtetë se kështu ndodhen. Dhe shpesh herë kur isha në një autostradë që mund ta bëja këtë se në qytet, mund ta lësh pa duar. Dhe kisha shpesh ndonjëherë që lëvizja ato reagimet e boksit që janë, edhe i bëja edhe me Ducati. Duke survallzoje me motorin. Edhe fatmirësisht duhet pasur kujdes, por fatmirësisht unë sidomos me Ducatin jam bërë njësh në udhëtimet e mia, më pëlqen. Njerëzve ju duke e frikshme të hipnin pas me dhe kryesisht unë vetëm i bëja udhëtime si shok apo dhe bashkëshortja ka hipur njërë në fillimet tona edhe nuk hipi më. Nuk bën udhëtime me ty bashkëshortja? Arsyeja që thash më përpara pse shita dhe motorin tjetër ishte vetëm që të kemi mundësi të udhëtojmë së bashku, sepse Harli ishte për një person edhe ashtu si. Kështu që Diavelli kur është krijuar është domethënë një Harley Davidson europian, domethënë që të krijojë atë ndjesinë e komoditetit, por të shtonte edhe atë fuqinë. Ndaj është bërë dhe konkurenca gjasme për Harlin. A ka përmbushur këtë kriter? Ndoshta ti si edhe harlist, po ta them. Po, unë jam harlist, po të thash. Diavelli përgjigjet shumë shpejt. Ducati në përgjithësi, po ky sidomos Diavelli më pëlqen se është kështu si një kalors. Një kalors beteje dhe lëvit. T'ju tregoj një histori. Vija nga jugu drejt Tiranës edhe në autostradën e Vlorës, pata pak nxehtë rrugës me xhupin që kisha veshur. Ishte një xhup lëkure, se zbrita Llogoran nuk ishte bërë tunelin atë kohë. Dhe në autostradën e Vlorës e heq atë xhupin e lëkurës, vesh një xhup tjetër, dhe kur e mbyll çantën, i alash dhe po e them që kush ngjet motor ta ketë parasysh këtë, se më ka ndodhur mua. E mbylla
zinxhirin dhe ja lash kulmin e dy pjesëve të zinxhirit, ja lash në maj, gabimi i madh. Dhe në momentin që u ula, sepse me kështu lloj motorësh, ju e dini vetë, duhet bëhesh njësh para aerodinamik, sidomos kur merr shpejtësi në autostradë. E njëjti fenomen u ula dhe po ecja me shpejtësi dhe vetëm kur kam mbritur në fier, që ngrita pa kokën, pash çik pasqyrën, çanta e hapur. E hapur dhe çdo gjë ishte jashtë, kishte humbur. Pra, kur i bashkova, ajo u hap nga era dhe sigurisht. Kështu që never deri në fund. E kam bërë dhe unë, kam qenë duke për Kosovë. Kam qenë duke për Kosovë dhe isha me motor sportiv dhe i mbylla i lash fiks lart. Kur kam ndaluar, vajta për të paguar kafen, s'kisha asgjë me vete. Vetëm ku futem në Facebook, shqyr telefoni kisha futur tek xhepi i xhupit, më shkruan dikush që shikoi se çantën ta kam gjetur unë. Dhe ishte shpëtim. Pastaj ishte shumë e dukshme, në sekondën e parë kuptova çka kisha bërë, se ajri shtyn në avionin, jo më të hapi çantat tona. Se këta janë motora që nuk kanë shumë aerodinamik, je komplet i hapur, prandaj është ajo feeling që ti shijon komplet pjesën e erës. Po, sigurisht. Po ndjesia që t'jep motori me kosh, se përderisa nuk e ke shitur, duhet të kesh një gzim të madh me të. E para, unë e kam bler, si thuash, prej xhaxhait tim, i cili ka afro 2 muaj që ka ndruar jetë. Në shëllime. Po, dhe e kam bler sepse ai më ka mësuar disa gjëra për motorin, ka pasur 3 cikël i vogël, dhe po prisja që të bëj 100 vjeç, kështu vendosa. Dhe një moment, nga që dhe nuk e ngisja shpesh, mendova të gjej një mundësi që dikujt t'ja shes, sepse kur e do mjetin edhe shikon kujt t'ja shet se... Po, tjetër. Mirë, po me vdekjen e xhaxhait vendosa mos t'a shes, dhe mendoj që do të vazhdoj të mbaj. Të paktën që të mbushi motori 100 vjeç, sepse është i 48-ës. Përderisa e ke mbajtur gjithë kohë, unë besoj se do e shesësh më. Po ja ku po ju them, kur motori bëhet pa hile apo çdo lloj mjeti, sa reziston. Ai është motori viti 48, është motor lufte. Çfarë cilindrat e ka? 750. Çdo gjë është hekur, është me 2 marsha, se nëse të plagosej këmba, ke dhe marsht e dora, këtu brenda koshit. Është motor lufte, ka ndëjtur 4 muaj në dëbor, që e kemi bërë provë. 4 muaj e kemi lënë diku në dimër, në dëbor, pra në ngritë, se nuk kërsi ra dëbor, apo dhe kështu i ka ndodhur. Dhe mbas 4 muaj, a i ka disa sekrete në ndezjen e vetë. Jo thithja, jo njëra, jo tjetra, jo pa qelës t'i nxjerrësh ajrin me manivelin, se ai nuk ka mizë, ai është vetëm me manivel. Prandaj jetojnë dhe më shumë këta motora, se s'kan as elektronika. Dhe mbas 4 muajsh, me goditjen e parë, ajo ndes. Motor pa hile, sepse është bërë për luftë. Nuk është bërë për prodhim që të ngeli. Mos të ngeli është bërë. Pra, si pa dashjen tonë, kaq të vegjël sa jemi, po ja, rithemi, se kemi zbuluar ne që janë bërë komerciale gjërat sot. Mira, është një mjet që do t'ish i lumtur ta kesh në garazh, se këtu gjërat e vjetra kërkohen shumë dhe kur i gjen nuk janë në gjendje që të plotësojnë edhe të funksionojnë vërtet. Unë kam dalë me të, dikur shumë shpesh, tani rrallë, herën e fundit para ndonjë muaj dolëm me tim bir, dolëm një xhiro sa për të ta ndezur. Mendoj që në momentet e pushimeve kur ti ke hapësirë që mund të rish dhe më gjatë me familjen, se vërtet mund të mblidhesh darkave me familjen, por vrullioni punës nuk na jep komoditetin, plus të gjithë kemi punët tona si bashkëshortja, ashtu dhe djali që vete në shkollë. Kur u bëre me djala, nuk mendove the ndoshta po e lë, nuk po e ngas me motorin? Më del përpara kur marr shpejtësi. Dhe jam më i frenueshëm. Unë zotroj dhe zakonisht mbaj, i kam nisur para 7 vjetësh, mora një patim për të lëvizur në qytet. Dhe ajo është goxha e vogël, por ecën shpejt kështu. Dhe unë e kam futur në bagazh të makinës, ajo ndërtohet, ku di unë, që e ngjet dhe i mbir tani ndonjëherë, për mos të marr mjete të zhurshme motorike, sepse dhe motorat, sidomos që në qytet nuk e komod për të bërë punët e tua, edhe pse ta janë motora që duhet të dalësh jashtë qyteti. Dhe kështu mora një Segway,
i cili është goxha jam, domethënë, besoni nga të gjitha mjetet jam shumë i kënaqur me atë patinë me bateri. Nuk e di e ke parasysh Segway-n amerikan. E di që janë mëdhaja kështu, po nuk. Po, shpejtësi te 60. Po unë kam shumë frikë patinat se po frikë kam dhe unë, po më mbaron punë. Tani se kështu lindi dhe kjo bisedë. Kështu që kur ngas shpejt me atë, frenohem se më del djali para, por asnjëherë nuk kam menduar që ti shmang motorat. Kur thoj djali nesër do blej një motor, ndoshta një motor super sport, çfarë do të thoje? Nuk do doja. Nuk do doje. Por gjithsesi dardi, edhe pse shumë i vogël, është i pjekur, është i dëgjuar. Sa pak më parë shoh që është i pëlqejnë shumë motorat, domethënë po e shifte motorin edhe po bënte pyetje, kështu që ai edhe patinën time ka marrë, si thuaç, unë kam lënë që po zbrazja bagazhin, ai e ka marrë unë i kam vrapuar, kujdes aty në lagje. Kështu që është i të gjithë prindrit thonë të njëjtën gjë, po besoj fëmijët marrin gjithmonë nga babai dhe pasioni që ne kemi me patjetër që do e marrin. Patjetër. Por në rast se ai e ka ndarë mendin, çfarë motori do i sugjeroje? Ti thosh, "Okay, mund të marrësh të që ta startosh." Po të vënesh vështirësinë. Jo, sigurisht nuk do të preferoja sportiv. Jemi larg kësaj bisede, por gjithsesi se i mbirë shumë i vogël. Po gjithsesi nuk do t'i preferoja një sportiv, do të preferoja për shembull Ducatin, ma kujto këtë, si quhet këtu? Multistrada. Po, Multistrada, po. Do të filloja një të tillë, një nga këto të cilat kanë një lloj tjetër përshtatje në rrugë, se sa motorat e shpejtësisë që edhe si thuaç, pse jo dhe të obligojnë me mënyrën se si qëndron dhe me përgjigjen e shpejt që kanë, të obligojnë të ecë shpejt. Pastaj, shpejtësia varet nga adrenalina e gjithë secili. A ecën shpejt në motor? Unë eci shpejt, si me makina, ashtu dhe me motor. Sigurisht, me ardhjen e djalit në jetë, jam pak, thash, me i kujdesshëm. Por, ndoshta edhe me mosh njeriu piqet. Tani më pëlqen të zgjedh rrugë pa shumë trafike dhe të jem ai fladi i lezetshëm. A mendon që kjo e ecura shpejt ka të bëjë më shumë me karakterin e njeriu? Domethënë, nëse ke një karakter pak të vrullshëm, ecën dhe shpejt me makinë. Në qoftë se kjo që sapo thesh e vërtet, atëre po e besoj se unë jam karakter i vrullshëm. Po. Kështu jam gjatë ditës për ditë, domethënë jam vërtet shumë busy me punë, pra i ngarkuar me të mijat dhe jo të mijat, se ka raste, kam natyrën, më thonë që kam ngjarë nga babai, kam natyrën që dua të ndihmoj sa mundem dhe e bëj këtë, plus të dielën që jam pranë familjes, që rrim së bashku, ku di unë më tepër se sa ditë e tjera. Qëllon ndonjëherë që është jo koha, jo nuk dilet edhe qëndron robi dhe në shtëpi. Mua më duket sikur bëj faj që nuk dal për të punuar. Edhe kështu që në bazë të kësaj që sa po thash, po të them që po, nëse është e vërtet kjo, unë jam karakteri vrullshëm, prandaj dhe dua shpejtësinë. Edhe mua shpesh shokët më thonë hajde dalim që të ecim ngadalë dhe unë sa filloj fillimet. Jo, unë dal. Po se eci do të ngadalë. Unë kam bërë rrugën dhe që kam ikë në Athinë, që gjithë më thonë, ore pse se bën për një ditë, nisëm mëngjes dhe arrin darkët. Unë qoftë se nisem jo se e mbaroj se më thonë që e heq për hall. Unë ashtu e shijoj, domethënë, është karakteri im që të mbrish, ta bëj shpejt. Jo, e shijoj rrugën shpejt. Nuk është se e shijoj vetëm slow. Po. Nëse unë jam pjesë e një grupi arlistash dhe aty ka rregulla, nuk mundesh të veprosh sipas si thua dëshirës tënde apo këtë kemi diskutuar dhe herën e kaluar, domethënë ajo që më ka pëlqyer më shumë në grupin e arlistave që kanë shumë rregulla. Nuk janë si ne që dalim me supersport, secilin e sa vet, njëri ecën para, njëri mbas. Jo. Aty gjithmonë mund të shpjegosh pak si funksionon në grupi i arlistave? Ne të paktën grupi jon funksionon, kemi zgjedhur një president, i cili është edhe njeriu që e shtyn mbajtjen e grupit vazhdimisht. Kemi një kapiten i cili udhëheq udhëtimet. Kur në raste të ralla qëllon që ai nuk është, e merr detyrën dikush tjetër.
Dhe kemi dy, përveç presidentit i cili është vazhdimisht para mbrapa, kemi dhe në fund një, si thuash, mbraparoj, e cila, pra kjo mbraparoj, pra personi që e bën këtë punë, hapë, por mund dhe të marrim detyrat gjatë rrugës, por zakonisht e bën njëri, na ndihmon neve gjatë kohës kur do të na parakalojnë në një makinë, sepse kur ti je 30 motorra, nuk mbrin njësoj, po marrim Tiranë-Durrës. Në qoftë se do mbrish me motor, po them për 20 apo 30 minuta tek, me këta do mbrit për 40 apo 45, sepse shpejtësia i pari ruan të fundit, si do me qenë. Ne zakonisht rrim 2 dhe pastaj ka shenja të tipit, po i them me qenë se, të tipit resh për 1, vendosemi për 1 x arsye. 2, vendosemi resh për 2. Kur jemi rrugës ai i pari bën, nëse nxjerr këmbën kështu, do të thotë që nga ky krah ka një grop. E kundërta këtej, dhe të dyja ka grop që nuk është kanal. E shumë të tjera, kjo është të frenojmë, sepse po vjen diçka, dhe kështu pasojmë të gjithë njëri tjetrit. Po kjo shenja kështu? Ka një... Apo se bëni këtë? Çfarë është ajo? Kjo shenja kështu, 2 herë sipër te koka. Kam përshtypjen se është diçka, por unë duhet të kem qenë në atë provim. Duhet të kem ngelur. Nuk se mbaj mend kjo kështu. 2 herë kështu sipër. Do të ta kthej përgjigjen të pyes presidentin. Ne që këtë e përdorim shumë, ne që ecim shpejt që kujdes se ka policë përpara, kështu që arristat majnë ritmin, kështu që se besoj që jemi do rregulla. Po, ndoshta kjo që nga juaja, okay. Neve i zbatojmë rregullën. Po, sepse Harley atë, domethënë ka atë stilin e vet që nuk është se të bën të ecësh shpejt. Domethënë ti mund ta shijosh dhe me 5 km/h, je ka tjetër, shiko, është një lloj, ne themi ndonjëherë do t'i ndezim motorat, por shoh që ndezim dhe veten tonë si një lloj shfryrje nga rutina e ditës apo e halleve që ka çdo njeri, se 5 poshtë 5 lart aty notojmë. Ideja është që kjo të kthehet në një disiplinë, sepse ashtu siç është kënaqësia shumë e madhe të udhëtosh në grup, ashtu dhe mund të jesh i rrezikuar në çdo moment. Grupi ka përgjegjësi shumë të madhe. Kapiteni i grupit nëse vendos të ecë me shpejtësi, duhet të ketë parasysh të 30 motorat, se kush është shofer lart, se sa mundësira ka, dikush është më i shkatët, dikush ka më problem, dhe nga sedra mund të bëjë një dëm të parikuperueshëm. Se është domino grupi. E vërtet. Por është kiti njëri, u paloset gjithë, se distancat janë shumë të vogla. Keni pas raste që presidenti ka hequr në një grupi sepse ka bërë... A ka hequr? Po. Shumë raste. Shumë. Po, shumë raste. Sepse do një rregull për ta mbajtur grupin ashtu. Patjetër. Ai prandaj dhe është president. Unë e di, presidenti jonë ka zemrën shumë të madhe. Po, duhet të jesh patjetër i disiplinuar, sepse lideri duhet të jetë kështu. Lideri duhet mendoj për të gjithë. Edhe ne fatmirësisht e kemi presidentin e Komradës të tillë. A ke bërë shpesh rrugë të gjata? Varet kë nënkuptoni rrugë të gjata, se Gjirokastra nëse është rrugë e gjatë, po e kam bërë shpesh. Larg qytetit dhe rrugë gjatë. Po, e bëjmë pothuajse çdo javë, çdo 2 javë. Bëjmë Peshkopi, këtej, andej. Këta ishin në Turqi, mos gaboj. Austri, çunat kanë qenë. Po për shkak të angazhimeve të mia, sepse jam duke xhiruar një film, nuk kam pasur mundësinë që t'ju bashkohem në këto, në Austri, në Greqi dhe në Turqi. A ke dalë herë natën me motor, apo zakonisht udhton gjatë ditës? Aq sa herë kam dalë ditën, aq herë kam dalë dhe natën. Cilat janë udhëtimet më të bukura, ditën apo natën? Ke më komoditet, sepse nata duhet të jesh t'japësh syt shumë. Po. Sepse nga momenti në moment, por nata ka dhe këtë që dritën e makinës e shef edhe më shpejt. Por dita është më e bukur me motor. Me sa kishte bën frenimin ti? Varet, me 2, me 1, me 4, sepse unë shpesh nuk e vendos poshtë tubit dorën, e mbaj këtu. Jam kështu. Kur ndroj edhe
freksionin kur i jap edhe gas. Frenon shumë me frenin përpara apo mbrapa? Sigurisht që me të pasme, por shpesh punoj edhe me marsh. Pak i kap frenat. Po. E mbledh me marsh. Duket sikur pas kemi njëjtin stil guide. Edhe ti dorën kështu e mban? Jo, unë frenoj me dy gishta, po unë gjithmonë zbritjen e bëj me freno motore. Një detaj atëre, më fal se të ndërpreva. Meqense më pyet tani që ka ardhur djali e kështu. Para djalit i hipja dhe në këmbë motorit. E ngisja dhe kështu me këmbën këtu dhe këtë këtu. Sigurisht pak nuk jam ata që bëj distanca të largëta mbi motor. Por bëja çuditërash të këtij stili, ose atë frenimin me ngritjen e gomës se kam pas bërë, e këto ngritjet kështu, e këto, ose këto driftet të tipit, ku diu, dhe me motor që është performant. Ky është paktën 190 kg, 200 kg, kupton? Aty do di. Aty është 180-200 është ky, varet çai ke shtuar në. Kurse tricikli është 400. Se është hekur i gjithë. Po, e vërtet. E kupton çfarë rëndese? Ati po të la karburanti, ngel edhe ti. Sa marsha ka tricikli? Tricikli ka 6 marsha. A do të paga shumë i njëjti? Ka 4 marsha dhe ka dhe një moment një njetro të vogël që ta ngasësh për ta kthyer çik kështu. Interesant më duket si motor, s'kam ngarë ndonjëherë. Mund ta vish ta provosh kur të duash. Është motor shumë i mirë, është prodhim pa hile. Po në pistë ke menduar të futesh ndonjëherë apo je fut ndonjëherë në pistë? Kështu që pas djalit nuk i bëjmë ato, e ngaz vetëm. Shpejtësi kam, por nuk i bëjmë këto ngritje. Në pistë motori? Po. Jo, vetëm kur kisha karkalecin e famshëm, Extreme. Në Greqi kam pas bërë tek ato të Pist off-road. Pist off-road. Çunat e Naçut i kam shokë dhe shpeshherë më kanë ftuar, por a nuk të duket e rrezikshme? Shumë ngarkesë, shumë. Nuk të duket e rrezikshme ajo pista off-road? Me ato hedhjet? Po. E rrezikshme është, po nuk kam rënë asnjëherë kur e kam provuar. Unë kam pas raste për shembull në malore, ka frenuar shoku, kam ndaluar dhe unë dhe nga rëndesa e motorit, se dhe ali është 250 kg, nuk është shaka. 300 kg për shembull, ky tjetri. Nuk janë shaka. Dhe me një këmbë, po sta kapi mirë këmba, ka rënë motori në vend, po ka rënë 2-3 herë. Unë shpesh kam rënë, ndaj që nuk është se jam shumë i gjatë, 1.68 jam, shpesh bia në vend sepse unë kam një multistrada që është super i lartë dhe gjithë motorat e Ducatit janë goxha të lartë. Dhe 8 herë që kam rënë vetëm në vend. Shiko, jo në rrugë. Unë jam 2.83 dhe por ajo që po të them është diaveli ta krijon këtë mundësi, sepse është i ul poshtë edhe unë e kisha o ngjitesha me të. Kurse këto multistradat janë të mira të udhëtosh me një familjar tëndin, me një valixhe është stili dhe i GS-s së BMW-s. Por Ducati ka elegancë pasaj, ka elegancë sepse e ofron shteti. Madje tani që kujtohem, i kam bler një kostum Ducati djalit, edhe duhet ta kishim marrë me vete sot, po mbase është pak dimërore dhe ndoshta kështu s'na vajti mendja. Do e bësh Ducatist, më duket. Po, tani në qoftë se ai do ta doj, nuk e shmangim dot, po patjetër. Nga ana tjetër. Po në qoftë se do merre një motor touring, cilën do zgjidhje? Do zgjidhje GS-n ndoshta? Po. Cili është motori që të përshtatet më shumë për touring? GS-ja mjafton të ulet çik poshtë. Po. Cili është motori që s'do e bli asnjëherë? Do më thënë që sa e shef nuk të krijon asnjë lloj ndjesie motori. Të gjithë këta motorat sportivo të shtrirë duhet të kenë një lloj elegance, ndryshe janë bërë si për, domethënë duhet që motorin ta shijoj, nuk kam pse mblidhem në atë formë. Shiko, unë kam garë dhe Jabuza, po ka pas një rast në Pogradec që desh kam dal nga rruga dhe që prej asaj kohë sikur nuk e preferoja më. Më falë që e them, po unë jam fani Harleyt, Ducatit
deri diku dhe i Hondës. Pastaj Suzuki, Kawasaki, nuk më kanë, ndoshta, unë jam prezentuar në Greqi kur isha emigrant me Kawasaki të cilat i dëgjoja që vinin ndërkohë që kisha qefat 4 koshin me atë zhurmën e bukur. Ata vërtet marrin shpejtësi, po janë si grenza rrugës edhe kjo nuk më... 4 cilindra gjithmonë lidhet me ndjesinë e makinës Ferrari, që ta jep atë zhurmën full power. Po. Dhe gjithmonë 4 cilindrat të duhet të marrin në rrugë. Po. Kurse 2 koshit kanë startin të shpejt, po kështu nuk arrin të... Ti ke ngarë 2 kosh? Po kam ngarë disa herë, edhe për punë, edhe për qef nga shoke kështu, po nuk e preferoj. Nuk e preferoj 2 koshin, jam më bas. Dua më bas, zhurmën e dua më bas. Prandaj besoj ke kalu te Harley, se Harley ta jep atë feeling edhe po mos të ecur shpejt, mjafton ta ndezësh dhe e ke gjithmonë atë ndjenjën e ngrohtë të një motori. Po, plus që unë jam fan i historisë dhe dua histori. Sigurisht, edhe kur thash që bëra atë turin tek Ferrari që shkuam me disa miqë shok, vetëm historia na u desh 2 ditë që të vinim tek muzeu i cili ishte dhe shtëpia e Enzos dhe të merrnim informacione të cilat edhe nuk i dinim. Prandaj edhe ndoshta unë jam më tepër i tërhequr mbas mjeteve që kanë edhe një lloj histori. Cili është motori më i bukur Harley në syrin tënd, duke qenë se janë dhe shumë modele? Road King. Atë do marrësh apo? Atë do marr, po kisha V-Rodin. Do përpiqem ta marr atë. Zakonisht më ndodh kur ndoshta funksionon, po më ka ndodhur përpara se të njihesha me librin apo me fenomenin e sekretit ligjit tërheqjes. E dija që sa herë vendos diçka në mendjen time, nuk e di pse ndodh, edhe si ndodh, kur vjen. Vetëm kur vjen, edhe shikoj që të shkon drejt realizimit. Sigurisht që edhe unë i jap atë ndihmesën time. Po për Vespën çfarë mendimi ke, duke qenë se edhe pak fancy Ducatit italian? Vespa më pëlqen se ka atë freskinë italiane, ka atë, por nga që e ka motorin pas edhe është i rrezikshëm në rrugë, e shmang. Por ka atë lirim, për shembull, ta marrësh në Capri dhe të lëvizësh. Në qytet preferoj Segway-n që ngas. Nëse Vespa, domethënë me motorat që kemi ngarë ne, që janë motora performance, kur e merr Vespa duket sikur je ul në një koltuk edhe është shumë i ratshëm. Këto janë shumë të bukura në look, kur e shef që këto shëtitjet e ajrit e pastrave kështu, po besoj që kur ngjet një motor performante dhe kur ulesh në një Vespa, duket sikur diçka nuk shkon. Ty të pëlqen Vespa sepse Vespa nuk ka, është dhe më komod se sa motorat e tjerë. Ti nëse shkon nga këtu e ku diu në qendër, kudo që të shkosh me këtë do kesh xhup, do kesh mbrojtëse, do kesh kokore, do kesh doreza. Nuk mund të udhëtosh. Me Vespën je kështu kokoren edhe me mëngë të shkurtra. Është vërtet. Kjo është diferencë. Edhe kapucët nuk bëhen pis ndryshe nga këta se. Kjo është diferencë. Pastaj nëse do dalësh jashtë qytetit, Vespa do presi pak. Po, normal. Nëse rrugë larg qytetit askush nuk bën me Vespa, kush i marr për shëtitje. Eksakt, është motor pushimesh, është motor që mund ta ngresh edhe me, ku diun, me një pirun, edhe nëse dikush ka një rulot, mund ta vendosi me një platformë pas rulotës dhe në çdo vend që vete shëtit me atë Vespën, me fëmijën apo me bashkëshorten apo ku diun. Këtë se do të pas se të ngrihet kështu. Ky ka edhe një gjë të keqe se ky nxehet shumë, shkon diku te 110 gradë dhe po se do shpejtësi, do shpejtësi. Janë motora performante. E voja kur dilja në qytet. Sidomos nëse del me veshje, me xhup, me kokore, domethënë në 110 gradë plus veshja je 105 gradë. Në qytet për shembull me të shkurtra unë s'dilja dot se ajo të përvëllonte. Po. Ka nevojë me se nga që ka radiatorin, ka nevojë që do shpejtësi që të ftohet. Po gjithë Ducatit domethënë nxefen shumë. Unë kam edhe një të vjetër Ducati 749,
Pavarësisht se nuk është se ka motor një mish, nxefet ekstrem. Janë motora të fuqishëm, janë si thuash, procesi që ju ndodh aty brenda është goxha fabrik. Ndaj edhe ka nevojë të shpërthej dikuaj ose. Ku kam qenë herën e fundit në pistë, shifja që testi kur fillonin në gara e MotoGP-s bëhesh me motora elektrik. Domethënë esin pothuajse gati të njëjtën shpejtësi të motorave të MotoGP-s. Çfarë mendimi ke për motorat elektrik që po futen? Shiko, të thash dhe njëherë, unë në qytet nga si një Segway, i cili është totalisht 100% me bateri. Unë jam fan i baterisë, po deri këtu. Po. Kur dal jashtë qytetit, bateria... Nëse bëhet një djavel me bateri, nuk do e marrësh. A e patë presidentin e Ferrarit? Çfarë tha për makinën elektrike? Shiko, kur se ne po e përjetojmë pjesën e makinave elektrike, jemi gjenerata që po e përjetojmë. Pavarësisht ajo ka dalë shumë shpejt edhe është si thua ndaluar për arsye që i din këta mjeshtrat. Por kam dëgjuar që makinat për shembull elektrike, nga që kanë platformën e baterisë poshtë sedileve, rrezatojnë. Të gjithë e kemi dëgjuar. Kur ju thash për fenomenin e ligjit të tërheqjes, ky fenomen më ka udhëhequr dhe më udhëheq pa e dëgjuar. Kur dolën makinat elektrike dhe mësova që do të jetë poshtë, automatikisht pa e kërkuar më ndodh një lloj thirrje brenda me dhe thot ku do shkarkoj kjo gjë. Po. Duam apo s'duam, nga do që të shkarkoj ajo është poshtë. Dhe sigurisht që i bëhen masa mbrojtëse apo ku diun. Mirë po, nga ana tjetër nafta lë pasoja tymi, smoku, lë pasoja në atmosferë që na bën drejt për drejt dëm ne. Edhe ky është problemi vete. Por në qoftë se nuk ka rrugë zgjidhje tjetër, sigurisht që njeriu do shikojë që mos t'i bëj dëm vetes apo dhe komunitetit. Patjetër. Por nëse më pyet për pasion apo për dëshirë personale, unë e dua pak atë basin ta dëgjoj. Po. Që të bërtasi. Me qëra puna dhe tek Ferrari Luce, çfarë mendimi ke? Po tani, që kur e nis fjalin me Ferrari, unë mendoj që ja dhanë përgjigjen vetë, nuk ja dhanë përgjigjen. Nuk mundet Ferrari të mbaj, është si ti vësh një kapistër këtu. Po, është vërtet. Por, ata do t'i përshtaten tregut se nëse vendoset nesër pas nesër që çdo gjë me nafta apo me karburant mos të ekzistoj, ata s'mund të dalin jashtë tregut. Sot që flasim, është një qytet ku lindi Ferrari, Maranello quhet. Qyteza ka 17.500 banor. 15.000 janë të punësuar në fabrikën e Ferrarit. Dhe 2.500 të tjerët shesin suvenir të Ferrarit në për qytet. Praktikisht Ferrari ka punësuar gjithë qytezën. Nëse ata del një ligj, ose ata do rinë pa punë, ose do fillojnë të prodhojnë me bateri, dhe do gjejnë një zgjidhje se tani. Domethënë për çështjen e kompanisë se kanë bërë një produkt në mëngë për ta pasur. Po besoj Ferrari, domethënë kush ngjet Ferrari është mërzitur se unë jam i sigurt që ky nuk është vendimi vetëm i presidentit, mendoj që është vendim bordi. Tolstoi kur shkriti Ana Kareninën, u dashurua gjithë Rusia. Dhe në fund fare, libri mbyllet që ajo hidhet në shinat e trenit edhe vdes. Dhe vajten njerëzit dhe i thoshin përse e hodhe Anën, Ana Kareninën, pse e hodhe Anën në shina, i kërkonin llogari Tolstoi. Dhe Tolstoi doli dhe tha, nuk e hodha unë Anën. Ana u hodh vetë. Ashtu i shkoi jeta dhe u hodh. Po, e ka thënë zotëria. Kështu që të detyron tregu. Po, e vërtetë. Nuk e çfarë bën, do shkosh se thash përmenda
një qytet, po sa të sponsoruar ka Ferrari në gjithë botën. Dhe me qenë se ra bisedat, ju them një fakt të cilin ma than atje, prandaj se unë kam filluar mos të shpërndaj më informacione kur mi thot vetëm njëri. Më duhet të dëgjoj 3 të vërtetat. Pra të vërtetën tënde, të timen, edhe të vërtetën fare. Kështu që duke qenë se ma than të Ferrari, po ua them. Kim Kardashian blen një Ferrari në Itali. Dhe ja dërgojnë me fjongo në Amerikë. Në basë disa kohësh, e bën ping Ferrari, e lyen vetë. Dhe vajtën dhe ja morën. Po, është e vërtet. Ma thanë atje. Vajti Ferrari dërgoi përfaqësuesit, i tregoi kontratën të cilën ajo asë kishte lexuar. Dhe i thanë, kjo pikë e kontratës të merr makinën. Dhe vajtën ja morën. Nuk mund të dalësh ti me ping Ferrari. Pik. Kështu që besoj do bëhet edhe diçka me këtë Ferrari blu që ndorën. Po blu kanë ata dhe më përpara. Po pink nuk kam pasur asnjëherë. Kam pasur vishnje. Po sepse ata klientët i kanë përzgjedhur, kështu që nuk është se çdo person mund marrë të bëjë çfarë dojë me të. Ata kanë krijuar status me atë makinë. Ti përveç që është e shtrenjtë, edhe pse është e shtrenjtë, në gjeje, nëse se gjen dot ta gjejon, do të t'i jap një të gjej, do të thënë një kontratë të Ferrarit. Kushtet që vendosin brenda, ti thua po ti t'i jap se ka që me miliona, pra kushton miliona një Ferrari për shumë të një X kategorie. Dhe pse ti harxhon miliona, ata të shkruajnë kontrata të cilat ti thoshore me lekët e mia do më bëjmë pazarat apo ja, kështu janë. Ata ta ndajnë shpejt po se jo. Kur ngam në Ferrari në pistë, kemi bërë 2 orë gjysmë leksion. Dhe ishin vërtet të vlefshme. Se ndonjëherë themin e çapt. Hajde shush, neve që. Jo. Kur del që aty e kupton. Ducati pak muaj më parë nxori Ducati Superleggera 105.000 euro. Çfarë mendimi ke për atë motor? A është i mbi vlerësuar për vlerën? Më duhet të kisha pak më tepër info për të kthyer. Kushton 150.000 euro. Po 150.000 euro tani. Nuk mund ta them këtë sepse për dikë mund të duket shumë pak, për dikë mund të duket çmim stratosfere, por nga ana tjetër besoj Ducati ka marrë shumë nga kjo e Ferrari. Po mi që bën 150.000 euro një timon i Formula 1 për shembull, 350.000. Një timon, vetëm timon. Nëse flas për një motor që ti do e fuzësh në rrugë ta përdorësh, se ai del për të bërë me targa. Patjetër. Pastaj Formula 1. Jo, po duhet të them që edhe kjo është çmenduri tash. Jo, mendoj që Ducati po bëhet edhe si Ferrari, që jo të gjithë mund ta kenë, domethënë ta kenë pak persona në mënyrë që të jetë një brand që është edhe i kushtueshëm. Se edhe pjesët nuk është i tjera. Unë mendoj që motorat nuk duhet ta kalojnë 50.000 euro. Po. Pse? Jo vetëm për shpejtësinë, po kur bëhesh me fëmijë mëson shumë gjëra. Po. Unë nga Imbir kam njohur Mr. Beast. Ke e njihni? Jo. Mr. Beast është një influencer në Amerikë. Ju propozoj ta shihni. Është i çmendur. Mos është YouTuber që bën sa video kështu. Që më duket se kemi dhuron avion, bën me nivele të tilla. Po, më duket se kemi parë. Po flasim që paguan që të shkosh në atmosferë. E ku di unë. Pra është një njeri bëri një sfidë dhe shumë vende afrikane i ka bërë me ujë, pra që të pinë ujë nga tubacione dhe jo të vend të mbushin si thuaç në përpellgje e të vdesin në rrugëve se s'kan ujë ande. Kështu që atë 150 vere për motorin, 100 ta vëm për ata çunat e gocat andaj se gjuna. Kështu që Mr. Beast i bën nga këto gjëra. Dhe unë nuk e kuptoj se i ka shumë të kushtueshme videot. Por ai argjon $4 milion për të bërë një video, fiton 7 atje kur... Po, patjetër. Kjo është zgjuarësi e tij dhe unë me shumë sinqeritet i shtrëngoj dorën për atë që bën. Sepse
është një prodhim përveç se të mirave që bën për njerëzit, bën një prodhim shumë artistik, është shumë i organizuar. Nuk ta bën boring edhe atë që sheh, ka një lloj dinamike që të shtyn ta shikosh. Po për në Shqipëri, a mendon që na mungon dhe ne një pistë në mënyrë që të ekspozohen edhe makinat e mira, po edhe ne që jemi pasionant motorit, mos marrim motorin e të ikim në Greqi apo të ikim në Kroaci për të futur ditë në pistë. A mendon që duhet investohet pak më shumë te kjo? Pavarësisht se kemi dëgjuar që është nisur një pistë në Elbasan, po u bën nuk e di sa vite, ja 3-4 vite më duket. Amush për t'i vllajt, ne kemi shumë halle përpara se të bëjmë një pistë motori. Pra, në qoftë se do ta kërkojmë nga shteti, ka halle shumë të mëdha. Patjetër, po. Por, unë mendoj që mund të ndiqet një politik, meqense po ma thua tani, një politik si lyerja e pallateve për shumë. E thëmë popullor që nëse kushton 10 lekë të lyesh një pallat nga jashtë, bashkia vjen dhe thot 5 lekë i japun, 5 lekë nglidhini nga banorët. Për pallatin tuaj, se jemi bashki e varfër apo komuniteti varfër. Një iniciativë tillë e të gjithë motoristave në bashkëpunim me institucionet shtetërore mund t'i kish dhënë, mund t'i jepte një dorë, thua. Për shembull, tani që më vjen një ide. Ti mund të thuash, nëse është një motorist që zotron një tokë diku që do doj 100 vjetë që të marri vlerë, maj të malit, na jep tokën falas. I bëjmë thirrje ca ndërtuesve të na shtrojnë rrugën, i bëjmë thirrje dhe shtetit të Rivërit, dy gjëra të vogla, dhe dikujt që bën një, si të thuash, një investim më tepër, o ky i tokës ose dikush tjetër nëse bëhet me lekë të veta, atëherë, dyqanin që do vendoset diku atje në maj kur të mbrihet, do ta bëj ky që ka shpenzuar më shumë që të nxjerrë fitimin. Ja ku bë dhe një gjë e bukur. Iniciativa janë këto. Se dhe shteti, përveç politikave që ndjek, prandaj thonë e bëri filani dhe jo filani. Mos art më kur filani se s'është si filani. Po iku filani si kush do ta bëj. Pra është filani që u dhoi qytet. Pavarësisht se ne tërë jetën nga liderët kemi vojtur, gjithë problemet tona nga udhëheqësit i kemi pasur. Se populli jonë është racë e bukur në mes të mesdheut, e është racë që ka qenë edhe më shumë se sa është, por ja kështu, sepse nuk i kemi pas njerëzit e Zot rrugës, por edhe shteti kështu i funksionon. Disa janë iniciativa personale të dikujt që thot po do ta bëj. Do të dalë dikush thua që të marrë frenat në dorë. Po ja, një mundësi ta thash. Një djalë që ngjet thot un kam në Katundet e Tiranës, që nuk ka shonjëri në Shëngjersh, po them Katun. Po them, meqense është bërë dhe rruga atje. Kam një pllaj të madhe X hektar. Nuk do t'i shërbej njeriu dhe për 100 vitet e ardhshme, sepse dhe mua më ka lënë, andej nga fshati babait, më ka lënë gjyshi një mal të tërë, po them, por nuk vlen për asgjë, sepse është në një zonë ku thjesht është ajo atmosfera, ku janë disa toka që ka lënë gjyshi, si që ndanë atëre. Por nuk vlen, ne më tepër i kemi thënë njerëz e mbillni ullinj, bëni çfarë doni. Besoj na dhe një mesazh shumë fort, që uroj dali dikush që edhe mund të bëhet, se nuk është një gjë që domethënë ka toka pafund që njerëzit i kanë lënë pas dore vërtet, edhe mund të hyjnë punë për këtë. Se pista nuk është se do mes qytetit. Sa më larg territorit aq më mirë është. Mjafton që mos të dëgjohen zhurmat rreth e vërdall. Shiko. Ndoshta edhe gjithë mund të krijohet një frym motociklizmi shqiptar, se nuk ka. Vetëm se duhet të kesh parasysh që kur të bëhet një gjë e tillë, ose personi që mund ta bëj, për shembull, ju mund të gjeni dhe një, si thua, një investitor, apo të gjejmë të gjithë bashkë, një investitor, jo strategjike, se jam bërë shumë kështu kalamalliqe të këtyre që ja fusin kot, por mund të gjendet dikush që të investoj dhe të marri përqindje, kur ajo, se me pagesë do ta bësh ti nëse të dikush. Nëse pasaj dhurohet nga komuniteti, është e hapur, vetëm duhet gjetë një formulë që të paguhet stafi mirëmbajtës. Që këtë mund ta bëj lokali që mund vendoset atje në maj, dhe ti vë një tarif. Nëse vjen me motor, do paguash këtu dhe këta. Po siç paguhet në çdo pistë që ekziston. Po mirëmbajtja ka nevojë për shpenzime. Nuk të ri askush. Duhet një mirëmbajtje sepse duhet edhe një staf që qëndrojnë aty, se në pistë. Dhe paralel krijohet një klub, pra klub
fansash apo ku di gjë unë dukatistash apo arlistash apo whatever. Dhe shpesh edhe i mbledh dhe aty, po ta kesh edhe në një lloj pike, të vjen mesazhi të dielën barbecue. Shumë e bukur. Herë 2 që do jenë në motor njerëzit, se do marrin edhe bashorte të dashurat apo whatever. Apo qoftë edhe ndonjë shok. Ja ku në 30 motora që do të vijë një grup, ke 60 vetë. Po. Do të të bëj ta pikturoj? Faleminderit, kaq ishte mjaftueshëm. Unë kam një dhuratë vogël për ty, uroj ta pëlqesh. Ashtu? Çfarë thot ai? Duke që se i pëlqen kapelet, mendova se të kam gjetur diçka. Unë kapelet i pëlqej shumë, po aq më tepër tani që jam në proces të filmit që më duhet të kem flokë të gjata, është e vështirë të negociosh me flokët. Sa e bukur që nga kjo. Shpresoj mos ma marri dardi, se dhe ai është fan i kapeleve. Çfarë mesazhi do jepje motoristëve shqiptarë? Të lutem, më beso, sot më ka ardhur një djalë që punonim diku bashk, Frenki e ka emrin, është një nga këta personal trainer. Po. Dhe kishte bler një RS BMW-n, goxha i bukur, i frikshëm, dhe kur iku, që vendosi kokoren i thash, shiko, të gjithë thonë mos ec shpejt. Po, mos ec shpejt, i thash. Shumë sinqerisht kjo ka ndodhur para 5 orëve. I kam thënë, kur shkon në për rrugica, të lutem mos nxito, se jo vetëm që mund të dëmtohesh, por nëse vret një fëmijë që kalon, do të ngeli peng gjithë jetën. Në vërtet. Të lutem kujdes, sepse një kënaqësi e momentit do ta vuash gjithë jetën. Prandaj kujdes sidomos në për zonat e banuara. Sa do kemi kujdes, një moment mund t'i rishkasi mamaz, babaj, qyshes, gjyshit, whatever, vet duke los me shokët, dhe por më pyet diçka tjetër se s'duhet ta mbyllim kështu. Por kjo është shumë e rëndësishme. Me fëmijët kujdesni se të dalin pa pritur, plus që dhe neve nuk e kemi infrastrukturën në qytet që të lëvën për të dëshiruar apo me trotuaret apo me parqet apo ku diun si. Ne këto jemi, po tani mos të qurravitemi, këtu ku jemi, hajde të jetojmë se. Ne po kalojmë jetën duke thënë s'kemi këtë, s'kemi atë. Këto që kemi, hajde si ti kemi, eci. Po tani ngelem duke pasur negativitet. Kurse kjo është detyrë, duke filluar nga unë dhe të gjithë me radhë. Kujdes në për zonat e banuara, sepse fëmijët të ngelet peng larg qoftë gjithë jetën për plasja e një fëmije. Gjithmonë incidentet e rënda që kanë ndodhur dhe aksidentet, sidomos edhe makinat dhe motoristët ndodhin sepse në zonat e banuara, semafor, problem trotuareve, kështu që nëse kanë për të ecur, le të ecin në autostradë. Automobilistike pasaj janë tema që mund të rrim gjithë ditën sot. Gjithë ditën vërtet. Por fajin mund ta ketë fëmia, po t'jesh avash e menaxhon. Do jetë dëmi si do qoftë më i vogël. Më besoni, më dalin vizione ndonjëherë dhe them të ngelet peng më vlla, gjithë jetën, çfarë tash? Ku ka gjë më madhore se kjo? Nuk bëhesh më për asnjë gjë. As ti hipësh motorit, as të flasësh me njerëz. Vetëm ti jesh palaço pasaj që ta flesh mendjen. Uroj që këto mos përsëriten dhe të gjithë të vënë mend në kokë, sepse mendojnë që kur janë aty hajse po e shijoj adrenalinën, por adrenalina nuk shijohet në qytet. Edhe në autostradë duhet të shohin interesin e tyre, sepse edhe në autostradë ka pas raste që i kanë marrë përpara, sepse kanë jo telefoni, jo përdorimi. Dhe në momentin që marrin timonin dorë, duhet të jenë 100% fokus aty. Mos mendoj që të gjithë ata që ngasin motor kanë një uri për motorin. Dikush e ka 8 nga 1/10, dikush e ka 12, dikush e ka 5, dikush e ka 1. Vetëm ka mundësin të blej, i hipën dhe asë duhet të kuptoj që ai nxefet, asë duhet të mendoj që ai
nuk i bëhet kjo se ashtu. Unë besoj njoh njerëz, besoj një vdeti që kanë lekë dhe marrin motorin më të shtrenjtë dhe më të shpejtë dhe s'kan hipur asnjëherë motor. Po ai të vret. Domethënë ajo është Ai të vret se ai do dhe të duket në lagje ai që bën. Del dhe pa kokore, del dhe për t'i dhënë gazë, kështu që Kurse është problemi i madh. Kurse tjetri që ka pasion, kur vetë edhe te gropa pa pecën avash, kurse ai nuk i ka këto apo që mos të themi emra tani, po. Uroj të kemi vetëm raste të mira. Eksakt, motori duhet shijuar për veten tënde pastaj. Unë falenderoj shumë që ndave këtë hapësirë këtu me mua. Ke dhënë disa mesazhe që na duan, të gjithë motociklistët shqiptar kanë nevojë që të marrin sa më shumë njohuri edhe nga eksperiencat e këqija që kanë kaluar dhe të tjera, se nuk është e thënë që ti kalosh vetë eksperiencën e keqe në mënyrë që ti të marrësh një leksion. Të uroj shumë suksese në idetë e tua, në filmin tënd dhe faleminderit shumë. Dhe në humorin që e bën, unë ndjek çdo fundjavë. Unë vërtet ju falenderoj që më thirrët, edhe për mesazhet që duhet t'japim, por është kënaqësi. Dhe më lejo, meqense po e mbyllim, të them, vendosja në një grup motoristash apo në një komunitet të tillë, i ka benefite të ndryshme. Përveç se ti del me motor, me pasionin tënd, krijon lidhje. Po. Sepse një grup motoristash janë nga klasa të ndryshme të shoqërisë. E vërtet. Dhe kjo connection është, lidhje është, po. Siç thash, fton njëri tjetrin, çfryn nga telashet e ditës. Dhe kush është i martuar që si vjen gruaja me motor, shfryn dhe ai. Shfryn edhe mëson. Ky është një pasion që ne e flasim domethënë nuk është se jemi shtyr për të bërë diçka për show, e kupton? Kjo është diçka që ne na pëlqen, ne bëjmë me gjithë qejf dhe mund të flasim gjithë ditën, se është diçka që ne ndjehemi mirë. Dhe prandaj u krijua edhe hapësira që gjithë secili ndihet mirë në një pasion që është i përbashkët. Sigurisht, sepse ti nuk del vetëm, del me njerëz, flet diçka, mëson diçka të re, ndihesh ke një lloj kënaqësie, ëh? Kështu që unë jam i sigurt që nga periudha që kam vite që dal me komrades, kam mësuar shumë gjëra që nuk i dija, qoftë për motorin, qoftë për vendet e Shqipërisë. Unë ka rast se kam mësuar dhe na gjëra të shpjegoj vetë. Sa gjëra që kam shpjeguar të shoj sekond se unë kam thënë kështu. Sepse ato që flas me fakte, nuk është se flas vetëm nga eksperiencë. Pastaj eksperienca flet vetë dhe të ndihmon në rrugës. Unë mbaj mend në fillimet e mia kam disa skena kur ngjisja motor që dilja nga rruga, po shqyqy që isha në për ara, në për këshu, rrokullisesha, a shumë ngrihesha, kurse ngrija do të vetë kapnin dhe më tërhiqnin. Tani nuk ndodh më. I them djalit kur i qëndroj të ka e patina në madhe në njërë që të dy bashk në për rrugë të liçenit, një nga këshillat është jo gas në kthes, që më përpara. Jo vetëm kjo, por duhet jesh parashikues. Të futesh, mos të futesh. Unë kam thënë gjithmonë në motor, pritet në çfarë do lloj momenti do ndodh diçka. Duhet jetë parashikues. Është si ajo Barsaleta që edhe nëse po e mbyll, ta mbyllim kështu. Po. Që tha, ecë dikush me makinë në rrugë, edhe duke ecur semafori i jeshil, edhe po ecë ky dhe ecë me shpejtësi. E në një moment mbriti në semafor dhe ndaloj. Se ecë vetëm e të kuqe. I tha, ky e ke jeshil, e ecë. Jo, thaj, do ndaloj se më vjen vllai me të kuqe, tha, dhe të bën çorap. Kështu dhe kjo punë. Motori duhet më shumë kujdes edhe se makina dhe se është ndo dhe bësh, ndo dhe zbësh. Larg qoftë. Kështu që me kujdes, po sidomos këtë të komunitetit duhet ta vënë të gjithë vath në vesh dhe të jenë të kujdesshëm. Faleminderit shumë. Unë ju falenderoj, ju uroj suksese. Faleminderit. Thrisni sa më shumë për nevojat tuaja në rrjetet sociale apo dhe kjo ka vetëm një të mirë, bashkimin e njerëzve. Bashkon njerëz, bashkon situatë, e krijon një lloj qytetarie. Po e mbyll me këto fjalë të bukura atëherë. Ti je mirë valla, edhe respekt. Mirë, pra miq, kemi ardhur në fund të këtij podcasti. Uroj t'ju ketë pëlqyer video, mos harroni të bëni subscribe dhe shihni videon e radhës.